Ore, a është censur kjo, po çfarë është? Unë po flisja, po bëja një video, edhe e pash pastaj që më ishte shkëput në gjysmë, edhe nuk e di, po do ta përsëris edhe një herë disa fjalë nga ato që kanë qenë në fillim, për arsye se ishte shkëput, edhe nuk ishte nxjerrë komplet video. Vëllezër e motra, unë jam habit këto ditë. Kisha bo mend mos flisja asnjë fjalë, të rija urë të qetë, edhe të shihja si po shkon gjërat për arsye se nuk kishte më nevojë Sami Gjoka të bërtas e të qiret për këtë ballukun që e pash atje në parlament të përtallet me njerëzit, me deputetet që me të drejtë ngrinin zërin kundër vjedhjeve të saja që s'kan justifikim. Nuk ka njëri në botë të justifikoj ato vjedhje dhe ato tallesh e përtallesh që mboni pastaj ta shos një kurv të përshtirë, si edhe kisha po mend mos flas se gjykatët po e bëjnë punën e tyre. Mirë po, s'të lejnë, nuk të lejnë këto maskarej. Por herë të parë, më kanë dalë përpara dy emra që më kanë habit, si mundën këta njerëz të dalin nëpër media, të thritën nëpër televizor, kur janë aq shplarë, nga trut, aq idiot, që t'i habitesh si mundën ata të kenë vend nëpër tryeze televizoresh, kështu ku ato tavolinat e rumullakta, edhe t'japin opinione. Ky psikopat i Arben Meça, ose përpara ky Baton Haxhia. Baton Haxhia kishte emrin, që nga emri duket ky, më falni që tallë me emrin, që do të jetë na errot, na idiot. Kishte thonë që gjykatat shqiptare diçka e tillë kanë bë puç shteti kundër ballukut pa tanke. O psikopat, o idiot, që s'ka pik logjike, mund duket e bukur, mund duket e lezetshme, por është komplet argument bosh për një idiot, për një si mundet ky njeri të gëzoj një lloj vendi në ato që flasin para publikut shqiptare. Kurse ky tjetri Arben Meça, unë jam habit, se dukesh se i vesh gjoja si më kollare, si intelektual, njëri më idiot për 10 minuta. Unë nuk kam kuptuar se ku deshte të dilte ky njeri, nëse po e mbronte gjykatën, apo nëse po e sulmonte këtë gjykatën speciale. Edhe thoshte, është e pa precedent, çfarë pa precedent se dash që futej të shame, s'mund të riun pa shaj këto idiot. E pa precedent, nuk ka ndodhur, është pa precedent, jo vetëm në Shqipëri, po është pa precedent gjithë botën. O psikopat, o idiot, kur na ke tregu ti, neve, zëvendës kryeministrën e tërë botën, që janë në hetim dhe janë të deklaruar të pandehme, edhe që majnë pushtet e zëvendës kryeministra. Ku i keti këta mërë idiot për pare se thush që është pa precedent, që të tjerët i lejnë dhe i lejojnë kriminellet dhe hajdutet të deklaruar, që janë marrë me vjedhje kaq madhore, edhe t'i lejnë prap ujkun, që është e di me shofim që është ujk që ka shky gjysmën e Baktis, edhe t'a lejnë prap të Baktia. O psikopat, ky është ai Arben Meça. Kjo më habit më shumë. Siç më habitin këto dallgaukët e PD-s, edhe Gran Shehaj. O psikopat, si keni mund ju, i them vetes këto të PD-s, të vinit në pushtet mos i ra komunizmi? Si pas ka qene mundme që ju të merrni pushtetin atëherë me këto idiotësi që tregoni? Se dalin sot këto psikopatët edhe shkojnë te Edi Rama, shkarko ballukun,
Ballukun të ka shkarku, llafe ka bot pa denj, gjykata speciale, mor idiot. Pse duhet me shku ti ta shtit e Edi Rama? E shkarkojeni Ballukun. Balluku është e shkarkume. Idiotët e idiotëve. Çfarë doni ju dal Edi? Bravo, keni drejt, ju plotësova dëshirën e shkarkova Ballukun. Ju ku ta gjeni? Ta maj Ballukun tashti, mor idiot. Edhe të boj luftën Rama me gjykatët. Ju ku ta gjeni këtë sashtë në favorin tuj, mor psikopat, mor idiot, se jeni gjithë më trulesha se sa Sali Berisha, që shkoni mrapa një budalli, një idioti, një psikopati. Duhet ashtë koha që ju të rini urt e të boni sehir, kemi thonë sehir, të boni diçka e tillë, kur të Edi e Partia Socialiste po i heqin kokën njëri tjetrit vet. Ju të rini të kënaqeni e të shifni me dinjitet aty. Je dele bërtet si kurva të këqia, si e gruja e keqe që komshiu ka vdekë edhe nga radjen kur tjerët po qajnë që tërgoj që po gëzoje po knaqe, mo psikopat. Or idiot, se jeni gjithë me idiot se Berisha, se kur s'keni me ardhë në pushtet në këtë formë. Është koha të rini e të heshtni, të ulin ato karrike parlamentit të çelni zoj. Shifni të tjerë të theri njëri tjetrin. Jo, hiqe ti, se do heq nga protestet e tuja, e hoqe ja doli i mirë, ja plotësoj dëshiren. A i në daç të maj, në daç të heq, luftën për ju e kanë bërë gjykatët. Ju duhet heshtni në këtë drejtim. Nuk është ju që shkarkut, edhe mos e merrni ju këto që shkarkut. Ju keni mundësin të shtin parlament, të bohen një fuqi, jo duke bërtit, po butim argumentet, mos bërtet sa mi gjoka, se s'ka me kë fletë dhe nuk e gjanë. Po jo ju mër idiot që keni parlamentin, jo ju mër idiot kur të ashti ato janë flag. Ato po diqen, ato po vrasin njëri tjetër, shko hyni ju mos plumëve. Kjo më habit me Partinë Demokratike, unë habitem. Ju s'do vinin për shtet kur, ju s'meritoni të vinin për shtet kur, për juve do të na qeverisin halet që janë, jo sot po edhe për 100 vjetë, do kemi halet si Edi Ramën për shtet me ju më shkërdhata, se ju jeni idiotë e psikopat, se ju nuk dini kur duhet ngritzoni, e nuk dini kur është koha me hesht. Gjykata speciale, o çfarë gjykata është kjo? Ndryshen nga që thonë këto idiotët si ky Meça, Arben Meça, e ky psikopati Baton Haxhia, nuk ka emëru dhe nuk ka shkarku. Njeri nuk e mbron dhe nuk shkarkon njeri, por ka deklaru me urdhër, se gjykatët flasin me urdhër, ka deklaru që një person, një hajdut, si kjo Belinda Balluku, nuk është të denjë dhe nuk plotëson kriteret për të qenë zëvendës kryeminist, ashtu sikur se një ujk nuk mundet të lihet me skopes dhenëve mor psikopat, nuk ndërhyn gjykata në kompetencët e Ramës këtë heqje, këtë veje, këtë shkarkoj, por gjykata ka të drejtë, edhe është detyra e saj, është një e drejtë, po aq që vjetër sa dhe vetë gjykata, që quhet një drejtë e trashëguar e mbrëmshme e gjykatës, gjithë gjykatat në përbot kanë një të drejtë që quhet inherent powers of the court. Pra, të drejtat të mbrëmshme, të përhershme, të trashëgueshme të çdo lloji gjykate kur e shef një krim pa nevojë që dikush tjetër të nxisë aty kërkoj gjykatës të marrë vendime të tilla. Në Amerikë për shembull, në qoftë se ti ke qenë në burg ose je në burg, ty të hiqet të drejta e votës. Nuk ka shkel kushtetutën këtu, të hiqet të drejta e votës. Një hajduti edhe një kriminali i hiqet të drejta për të marrë një post që të merret me parat ku vjedhet.
Gjykata e ka heq këtë drejtën këtij personi dhe jo kryeministrën apo zëvendës kryeministrën. Nuk shkarkon edhe emëron gjykata më psikopat siç flasin këto nëpër media. Gjykata thjesht thot që ky person është i padenj për këtë pozicion. Tash le ta maj po desh ai. Po e majti, ai e ka mine me sahat. Sa është kundër gjykatave dhe sidomos. Tash që gjykatat tona, gjykatat që po marrin ngulësime të tilla mbrohen nga Evropa. Edhe ai do të hyjë në Evropë, ai palloshi i madh, se kështu e quh kjo, palloshi i madh, le të dali ai idioti dhe ta maj. Ju shlidhe keni, po e hoqi, ai është keq nga gjithë anët. Atëherë ju psikopat, që doni, që delni rrugëve dhe bërtisni, që leshin keni ju, që do të tregoni ju, veç se, po të rini urt, ju psikopat, po të rini e mos bërtisni ju, atëherë populli shqiptar, Partia Socialiste anë kanë Shqipërisë, janë njerëz të mrekullueshëm të dy palët. Ata do ta marrin këto si përpartjake kur ju boni luftë, që po ndihmoni juve. Në qoftë se ju rrini urt më psikopat, vetë socialistët do të kërkojnë të heqin këto dhemje. Por ju e boni këtë, që dalit ashti që ju po e boni, ju po e kërkoni këtë, edhe dalin socialistët pastaj me ose pa dashje ti mbrojnë këto hajdut që edhe ato vetë nuk e duan, se ju jeni psikopat, se ju jeni idiot. Mos e boni partjake diçka që s'ka të bëjë me partinë, ka të bëjë me hajdutin, me njerin, ka të bëjë me kriminalin, me këtë kurvën që ka vjedh parat e juaj dhe tallet me ju në parlament, mirë po me mënyrë se si ju e ngrini kur s'duhet ngrini, se si ju bërtisni kur duhet heshtni, e ktheni pastaj nga Partia Demokratike në Parti Socialiste, sikur ju keni qenë më të pastër në pushtet më shkërllata. Keni vjedh një lloj siç po vjedhin këto të Ramës edhe ju, po s'kan qenë atëherë gjykatët, siç janë akoma dhe sot komplet pavarura. Leni gjykatët bëjnë punën e tyre, heshtni më maskarej, se kështu siç boni ju, s'do të vidni kurrë në pushtet edhe do të daleni gjithmonë të qeverisemi nga ca lakej. Sami Gjoka ju përshëndet.